Në një letër zyrtare dërguar Albulena Haxhiut, Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar që të procedohet emërimi i antarit të dytë të propozuar nga kjo forcë politike në KQZ. Sipas PDK-s, çështja e përbërjes së komisionit ka mbetur e paplotësuar gjatë mandatit të ish-presidentes Vjosa Osmani, e cila kishte emëruar vetëm një nga dy antarët e propozuar nga PDK-ja. Partia thekson se përfaqësimi me dy antar nuk është një çështje interpretimi politik, por rrjedh drejt për drejt nga dispozitat kushtetuese. PDK-ja argumenton se shpërndarja e vendeve në KQZ duhet të reflektojë përfaqësimin e grupeve parlamentare në kuvent, duke garantuar barazinë dhe transparencën në procesin zgjedhor. Sipas dokumentacionit të publikuar, ish-presidentja Osmani kishte emëruar 9 nga 10 antar të rinj të KQZ-s, të propozuar nga partitë parlamentare, duke lënë të paplotësuar vetëm vendin që i takon PDK-s, sipas përfaqësimit të saj. Analistët politik vlerësojnë se plotësimi i këtij vendi nuk është thjesht një procedurë burokratike, por ka rëndësi të veçantë për stabilitetin e institucioneve zgjedhore dhe ruajtjen e besimit të qytetarëve në procesin demokratik.